Qendra Kulturore e Fëmijëve Mat organizoi me rastin e festave të 7 dhe 8 marsit një aktivitet artistik kushtuar dy figurave më të dashura të shoqërisë, mësuesit dhe nënës. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e jashtme të kësaj qendre kulturore me pjesëmarrjen e nxënësve që frekuentojnë ato, të prindërve e përfaqësuesve të pushtetit vendor. Këtu për të nderuar figurën e mësuesit dhe të gruas. Organizon këtë koncert festiv në nder të mësuesve. Pasi mësuesi është drita që ndes mendjen dhe zemrën. Ai nuk je vetëm dije, por formon karakter, ëndra dhe rrugë. Dhe në nder të gruas, për forcën, butësinë dhe guximin e saj, për nënën, motrën, miken, kolegen. Gruaja është energjia që krijon, mban dhe transformon jetën. Më pas fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Mat shprehen talenten e tyre në këngë kushtuar mësuesit dhe nënës, kërcime me motive tradicionale dhe në instrumenta të ndryshëm muzikor. Dhe po dëshirë të mos tërgjiste dhe që të rejnë tjetër, thuaj që nxënësja më e mirë e klasës. Unë jam nxënësja më e mirë e klasës. Jo ti moj, po unë. Po ti nuk je nxënësja më e mirë e klasës. Ashtu e po na pra. Ma jet. Në fund u bë dhe ndarja e certifikatave për pjesëmarrësit në kampionatin e lojës së shahut organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Merneli Mat në bashkëpunim me shkollat nënvjeçare dhe zyrat vendore të arsimit në Mat e Klos. Aktivitetin e përshëndetën edhe sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Mat Elson Reçi, si dhe drejtori i Drejtorisë së Kulturës, Artit dhe Sportit Sokol Meta. Vetëm një fjalë përshëndese, duke uruar mësuesve gëzuar 7 marsin dhe një falënderim për gjithë punën e bërë për brezat që edukojnë dhe japin një ngjyrë më të bukur jetës së gjithë fëmijëve tanë, gëzuar. Atëherë këtu kemi certifikatat e nxënësve pjesëmarrës në kampionatin e shahut. I parë është nxënësi Noel Muça. Faleminderit. Maresa Doksani. Suksese. Dhe Ergis Bruçi. Suksese. Alesia Leshi me certifikatën. Ardian Lika. Faleminderit. Dhe Erda Hoxha, nga shkolla Tahir Hoxha. Shfrytëzoj rastin për t'ju uruar të gjithë mësuesve gëzuar festën, ashtu edhe prindërve, nënave tona gëzuar nëna të dashura. Dhe mundohemi gjithmonë që të bëjmë aktivitete shumë të mira. Dhe me sa di unë që shahun tashmë do ta fusim edhe te shumë sporte, kështu që do kemi mundësi që jo vetëm të konkurroni me gjithë shkollave, por edhe në kampionate kombëtare. Mirë, Arsi Sulika, Shkolla Mustafa Gjestila, Mbaj Ars, Ezio Prifti, Shkolla Elia Qiqi, Kladi Xhaferri nga Shkolla Tahir Hoxha Klos. Ta gëzosh. Certifikati jepet nxënësit Miki Muharremi të Shkollës Ilia Qiqi Burrel për pjesëmarrje në kampionatin e shahut. Jepet nxënësit Ambla Muça të Shkollës Ilia Qiqi për pjesëmarrje në kampionatin e shahut.
Suksese. Të jepet nxënësit Erdi Gjestila, i shkollës 31 Korrika. Certifikat i jepet nxënësit Drini Barhani, 31 Korriku Burrej. Certifikat i jepet nxënësit Arsi Ahmeti, shkollës 31 Korriku Burrej. Suksese.